Kështu pra, ndodhemi në zjarë televizion në studio të re, është një studio cilë me shumë mundim bashkë me Kristiano Xhanarin, çak gur, tel, libër, ishte problem, gjemi libra, më fal. Këto librat kemi shkuar te Ura Lanës, kemi gjetur disa që ishin të fisëm, kuptohet, po që dukesh edhe si të vjetër. Edhe mezi këtë po, televizori ishte kollaj fare, e gjetëm të lirë. Dhe do të flasim për gjëra që na përkasin edhe kësaj jave, do themi ne. Atëherë, populli dashur, tabaku, qeveria ka dështuar të ndërtoj standarde europiane brenda vendit. Ku ishim? Ishim pikërisht tek vërteton i vëvullën asaj që po thoja unë. Nuk ka nevojë të zëmërosh popullin. Ka nevojë popullit shqiptar, i cili u gjakos në vitet 90, ti thuash. Liri demokracisë Shqipërinë si gjithë Europa ka dështuar qeveria të ndërtoj gjithë Europën, pra standarde europiane brenda vendit. Në momentin që në Shqipëri nuk ka standarde europiane, atëherë gjithë integrimi në Europë është fasat, është tërheqje zvar, ndoshta në konjunktura gjeopolitike që mund të funksionojë, po jo si europian. Si rreth skaman, pa buksa, pa liri, pa demokraci. Dhe më vjen mirë që një përfaqësues i opozitës ka artikuluar pikërisht këtë që unë kam kohë që e them, që ne kemi problem me standardet. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, kur unë isha një shumë i ri. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Nuk ishte të futemi. Europa nuk është një shpellë. Europa nuk është një tunel. Europa duhet të vinë tek këtu dhe neve duhet ndërtonim standardet europiane, si thot me shumë të drejtë zonja, standardet europiane në shtëpinë tonë. Pra, duhet të kishim arsim si BE-ja, drejtësi si BE-ja, demokraci si BE-ja, arkitekturë si BE-ja, demografi si BE-ja, ushqime si BE-ja me standarde pa helme. Por jo të hamë helme domate brenda. Po të hanim ato që hajnë, të hanim ndoshta mishin e freskët që vjen nga Kosova, jo suxhukut e përpunuar nga Serbia, bashkë me mielin, me 7% protein. Këto kërkuam ne dhe këtë nuk arritëm tot. E ka thënë zonja Tabaku, do të doja që kjo gjë të thuheshe në përsheshe. Do të doja që kjo gjë të diskutohet edhe në për studio, dhe mos diskutohet në për mitingje, s'ka ilaç onkologjik, s'ka ky. Nuk ka, ajo është pjesa fundore. Nuk ka më sistem. Na kanë pushtuar dhe po na zgjësojnë. Ikin dita ditës mijëra shqiptar për mos u kthyer më. Janë asgjësim i kësaj popullate, e cila nuk rigjenerohet më. Ju keni vënë që njerëzit tuaj, familjarët tuaj, në brezin e parë që shkojnë në shtetit, asimilohen. Pra fëmijët e tyre nuk flasin shqip. Nuk ka të merr më të madh. Kam në pallat disa lule të vogla, janë 10 fëmijë. Gëzohet shpirti kur i shoh se është një ishull i vogël kur u shoh fëmijë. Po më çart shpirti kur i shoh çdo dark ose drek ulur aty me tablet dhe flasin anglisht me njëri tjetrin. Dikur ishte një vlerë shumë e madhe, ua sa mirë po mësojnë fëmijët tanë anglisht. Tani është një katastrofë. Janë emigrant, po mësojnë të jenë emigrant, po mësojnë gjuhën e huaj se do t'ikin jashtë shtetit. Do t'ikin jashtë shtetit dhe nuk do flasin shqip. Ja, kjo është pjesa e standardeve. Kristi, ma ishte pastaj fillojmë bëhemi shumë serioz dhe patetik, edhe nuk ka kuptim. Pasuria, pse më shhabur ka shumë kjo? Pasuria e deputetëve të rinj, Ana Dajko. Ana Dajko, si që shikon, atë keqen, bravo. Ana Dajko është deputetja, edhe shqyqyr që kemi një foto të saj është kapur një ditë të bukur nga njerëzit, 1 milion euro të deputetës rastësore të Lapajt. Kjo zonja këtu, pas përplasjes Shabani Lapaj, njëherë Daja, pastaj Gjaja, pastaj Halla, bashkë me gjërë përkatëse, iku Shabani, kjo zonja se që kishte me Lapaj një tip misje, krushqie, diçka e tillë, dhe hyri deputete. Gjitha e lufta e madhe, çarjes së bandës, lufta parimore, e të tjera, shkojnë hale, zonja hyri në parlament, po gjithsesi thamë që do ishte një nga ato shakat e listës. Jo, mërë shok, që nga zonja 1 milionshe, unë për veten time jam pro, dhe thënë drejtën, të pasurve. Sidomos kur e kanë me djersën e ballit. Por jam pak skeptik
në pjesën e mungesës transparencës. Të bërë ca gjëra që kur s'u morën vesh, gjysma e koalicionit, pra Endri Shabani, i ku bë avokati i popullit, kapi goxha post, që të paktën për 5 vjet është mbret. Gjysma tjetër ka marrë kariken dhe do të kapi i fet opozitës. Dhe ka futur këtë zonjë këtu. Kuptoni moralin e politikës shqiptare, se unë kam të vështirë tani ta kuptoj. Kalojmë në tjetër, mos ngecim këtu Kristiano, mendoj unë se ç'të ngecim këtu. Ku e kam unë këtë Putin? Dënon agron shenjë për fyrën ndaj Adriatik Lapajt. Shumë interesant ishte kjo, me thënë të drejtën, Adriatik Lapaj çoi në gjyq për shpifje agron shenjë. Gjykata e mori e pa dhe nxori që nuk ishte shpifje, ishte fyerje. Dhe deri këtu jemi krejtësisht në rregull. Na vjen shumë mirë që një shpifje ose një fyerje, gjëra që ndodhin çdo sekond në jetën tonë ndaç shoqërore dhe politike, ka shkuar në gjykatën speciale, GKK. Na vjen shumë mirë që është dënuar Agronshej, por na vjen shumë keq që dënim ka vajtur dëm. Pse? Se Agronshej kanë dënuar me 3 milion lekë të vjetra. Çi ka gonja 3 milion? Do thonë, po pse flet kështu mirë ç'është kjo? Flas kështu sepse ky zotëria po mbledh 100.000 firma ky Agroni, ky këtu që shihni. Po mbledh 100.000 firma ka dalë rrugëve të Tiranës, ka hapur tenda, ka lëshuar njerëzit poshtë përpjet, duan firma të mbojnë drejtësinë. Edhe ti mendon që ka seriozisht. Apo s'ka dhe atë aksente si gjysmë italian, dhe ti mendon që Gonja është një person i cili ka përkushtim ndaj drejtësia. Po çfarë shikojmë? Shikojmë që Agroni, pasi ka marrë një vendim nga drejtësia, në vend të thojë, kërkoj ndjesë për këtë që kam bërë, më vjen keq ose më vjen mirë që drejtësia mori këtë, tha, po për e madhe, tha. Natyrisht, e vërteta, tha, duhet thënë, dhe vërteta paguhet. Domethënë, që Gonja të marrë kënaqësinë të thënës vërtet, ka paguar 3 milion lekë, që si ka asnjë gjë, ka thënë të vërtetën, e cila quhet fyerje nga gjykata. Po Gonja që po mbledh firma për të mbrojtur drejtësinë, nuk perdh për gjykatën. Gonja perdh për të vërtetën. Pra, raporti e vërtet shtet ja vlen që të paguhet një 3 milionëshe, do paguhet dhe një dreka Gonja. E në vend të paguhet dhe dreka, paguhet në gjoba, nuk perdh për gjykata, e ato firma të fshi në nërë i sedere, sepse e gjithë kauza ra me reagimin që bëri. Me reagimin që bëri. Në rastin një politikani konsekuent, koherent, kur mori Agronshej gjob nga gjykata, do të thoshte, jam shumë i lënduar që jam pjesë e një ngjarje të tillë, gjykata ka bërë punën e vet, përgjithsisht do të paguajë atë dhe do të vazhdoj luftën për mbrojtje të drejtësisë. Ky do të kishte qenë edhe formalisht politikani koherent. Po jo valla, se nga Gonja që është politikani perëndimor, doli Gonja Labbi, e revizoi Gonja se kokmuska, inqe këtë dhe vazhdojmë një lajmi tjetër. Vazhdojmë lajmi tjetër. Bravo. Leku forcon pozita 3 euros, apo se thot Gonja këtë? Apo Kristi mos na ngjite këtë Gonja, pas Zotit. Leku forcon pozitat ndaj euros. Është një këngë që i dëgjojmë muaj pas muaj, dhe të që ka filluar vit pas viti. Kur u kam ardhur këtu për të punuar, ka qenë aty ke 1300-shi. Pse filloi të bjerë. Kur zbriti poshtë një mishit, flas me të vjetra, u habitëm. Tani vazhdon dhe bie. Çfarë po dhon ky vend i bekuar dhe i begat? Dhe çfarë shet që leku vazhdon vetë të forcohet, ndërkohë që jo euro, po dhe dollari, edhe poundi, edhe franga zvicerane, vetëm bien. Një ekspert i ekonomisë ka thënë që për çdo pikë që bie është 1 miliard euro
e cila futet, e cila zhvefson lekun. Kjo është ideja. Pra, 1 miliard, jo që shkëmbet me domate, 1 miliard euro që hyn me kontajner nga drograt që Shqipëria kultivon dhe shet 4 anët e botës. Ky është shpjegimi se si euro, kjo monedhë europiane, po dhe dollari, monedha Donald Trump, vazhdojnë thyen të rinë për para leku tonë. Leku i një ekonomie me 2.300.000 shtetas, do më thënë zyrtarisht që janë këtu. 2.3 milion shtetas që janë Shqipëri, shumica që janë imigrant, rrëzon çdo lloj monedhe dhe forcohet. Ekonomistët, edhe këta të opozitës, thonë në një llafë nëpër mitingje, askush nuk ja ka hyrë dhe askush nuk e ka denoncuar këtë gjë. Dhe ky do të ishte dhe motivi tjetër, që në vend që të zemëroni njerëzit, po të shpjegoni njerëzit. Doni të dini narkoekonominë shqiptar të dashur? Po. Ndodh për këtë arsye. Ja ku e keni pasqyrat e narkoekonomisë dhe vazhdoni të shpjegoni. Sepse shqiptarët e zakonshëm, unë, Kristiano dhe të tjerët, që bëjmë punë të ndershme ose edhe 3 punë të ndershme, ose bëjmë ndershmërisht 2 dhe 3 punë, do të them, jo punë të ndershme, për arsye se puna është e ndershme. Po na bie punojmë pa ndershmërisht, sepse po punuam na rrjepin. Po morëm vesh që ne bëjmë një punë të dytë, zyrtarisht na rrjepin shteti. Shteti në një vend ku ikin njerëzit, e ka më kollaj të thrasë nga Bangladeshi dhe Madagaskari, se sa të bëjmë ne një punë të dytë këtu. Kjo është ideja, ky është koncepti. Dhe në këtë lloj ekonomie, me këtë lloj koncepti, pra që ne bëjmë punë të ndershme, bëjmë 2-3 punë, marrim dhe paga shumë më të larta nga 2-3 punë, se që mund marrin grekët, ne jemi më të varfër se ata dhe nuk blejmë dot gjëra, shtëpi harroje, nuk blejmë dot më shqiptari shtëpi këtu. Do të shqiptari ekonomisë formale. Por ndërkohë rrugët janë mbushur me makinat më të shtrenjta. Çmimi i banesave ka arritur ca saqe që nuk ndodhin as në Europë më. Atëherë çfarë ndodh? Leku forcon pozitat ndaj euros. Do thotë që euro hyn me kontajner në Shqipëri. Dhe kjo nuk është batut. Ka ndodhur vërtet. Erdhi një kontajner para ca kohësh, e hapën ata policët. Ta hapin një erdha. Pa që kishte para pak kështu tak ta marrëm me futën gjirin, pastaj ra telefoni. Ktheni lekët, ta fusin edhe një nga vetja ata se iqe Cristiano, iqe. Iqe Cristiano, iqe. Sigurimi i detyrueshëm nga tërmetet. Edhe këtu jeni gjithë sy e veshjuve. Dhe prandaj them unë, pse duhet të çoni dhe thot Berisha nuk i kemi ngjallën e zemrin, po s'ka dalë Berisha që thoj, vetëm Turqia e ka sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Dhe e dyta do të jetë Shqipëria, që do ta fus me detyrim. Malaj, primi përballueshëm thot. Përballueshëm. Fjala përballueshëm është shumë relativ. Gjithsesi, subvencionim familjeve me ndihmë ekonomike. Pra, familjet me ndihmë ekonomike që kanë një shtëpi, do ta paguajnë, po do të subvencionojë shteti. Ne që na lerohet nëna me 1, 2, 3 punë, e kemi të përballueshme këtë gjë. Do ta thojë shteti, do ta paguash detyrimisht. Ne te Turqia. Dhe Berisha thot, ne nuk i zemëruam sa duam njerëzit. Sepse nuk ka dalë as Berisha, as ekonomistët e Partisë Demokratike që do ishin live në çdo televizion e thonin, ndaloni vjedhjen, rrjepjen. Nuk bëhet me detyrim. Nuk e ka. Se vjen puna, thot Rama, i referohet kur fillon ndërtoni fjali, 3 për fjalisë është me hartën e botës, sepse Zelanda e ka kështu, por ndërkohë që Zvicra e ka kështu, pra vendos 8 koncepte të ndryshme, të marrë nga 8 shtete ndryshme. Po pra, i them Edi Ramës, ma gjej në BE këtë koncept, sigurimin e detyrueshëm, dhe natyrisht unë do ta mbyll gojen. Kam parën, nuk është se do ta mbyll. E di unë i sigurt, në BE nuk ka. Turqia është vetëm vend që e ka. Ku është opozita? E cila nuk ka nevojë ta zemërojë popullin. Ka nevojë të thojë çdo personi që ka një shtëpi ose që do blej një shtëpi. Shteti do t'ju rrjep. Po ju merr me pasurinë tuaj, po bëhet zot ai, po ja u merr, po ja u rrjep. Natyrisht nuk jam kundër vendosjes së sigurimit, siguracioneve për shtëpitë. Çdo person e di vetë. Dhe njëri që i priset shtëpia, po shteti ka thënë siguro, por ndryshe unë nuk ndërhy, dhe ti marrë të fusin për kapanone. E ti thoj, vllai dashur, ke dalë zot vetë kësaj pune. Po ama, në qoftë se kam një shtëpi të përsosur, ndërtuar me gjithë kushtet teknike, për çfarë do paguaj primin me detyrim? Në qoftë se pallati ime ka kaluar disa herë, disa tërmete dhe s'ka asnjë cifër, për çfarë do paguaj primin unë me detyrim? Më fal popullit se mos u zemëroj, e thot Berisha, si u zemërova unë, u zemëroj Armiri. Ma iq Cristiano, mos ma zemëroj popullit. Cristiano,
Ndërprerja e energjisë që sunt ngjelo pajisjet jetë shpëtuese funksionuan. Nuk u cënua siguria e pacientit. Edhe dalin këta zotrinjt, edhe na thonë që mirë shkoj, ndodhi ajo që ndodhi, ikën dritat, ndodhe dhe në botë, bëhen dhe filma, por shqyqysh zotit, këto pajisjet, pip, pip, keni parasysh këto, pip, 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 të koka e të smurit, këto nuk vran njeri. Tani, çështja është, përse që s'nuteja, me gjithë të investime, me kryeministrin dhe ministrin për katse që ishte tek lista të pasurve të PS-së, ishte 5 milion euro pasuri ministri i shëndetësisë. Nuk ishte uju, me djeshtën e vet, po domethënë ishte me lekë, kishte me 5 milion euro në qeveria ajo. Nëse janë tek perspektivat e inteligjencës artificiale, tek avangarda e teknologjisë. Dhe nuk kanë UPS për të mbajtur ndezur dhe generator të cilët ka s'ka drita, ka luft, s'ka luft, duhet të funksionojnë. Imagjinoni me defekt vogël të zonës, ikin dritat në qendrën spitalore, universitare, institucione rëndësisë veçantë, ku drita mund të bëjë diferencën pra energji elektrike mes jetës edhe vdekjes. Dhe këta dalë thonë, nuk u cënua siguria pacientit tot. U cënua siguria pacientit, po Zoti i Madh ka mbajtur gjallë ata që do të ishin gjallë. Kanë ikur natyrisht dhe tjerë, po kush e mori vesh pse vdiq filani dhe Fistegu? Pse mos e mori vesh babai e djali për shembull, që babai ndroi jetë sepse ai pipi nuk bëri iqe këtë. Thjesht për thënë që se ku në të shtet jetojmë. Rama, s'pak, tash i dalim tek pjesa, se u thash do t'ju përmend pak Edi Ramën për drejtësinë. SPAK është bërë si sportel, thot, ku lihen letrat e popullit. Lalieri në burg pa gjyq. Po pse Lalieri mor Lalieti? Ke thënë vetë që paraburgimi në Shqipëri është i katastrofë. Pra, jo e ke thënë, nuk e ka thënë Edi Rama këtë gjë. E kanë thënë institucionet ndërkombëtare, institucionet europiane, ato standardet që thoshte edhe Jorita Tabaku, që ne si kemi plotësuar, thonë që është skandal që janë mbushur paraburgimet me shqiptar. Me të dënuar, për ka dhe kinezore, jo vetëm shqiptar. Rast plas në burg, si futen në burg këta dhe qeveria çuditet. Po këta pra se qeveria dhe parlamenti përkatës, të cilët kontrollohen, janë vegël e Edi Ramës in persona, kanë bërë këto ligje. Në qoftë se ligji do të ishte ndryshe, në qoftë se standardet do të ishin ndryshe, do të funksiononin dhe gjykatat ndryshe. Në Shqipëri vazhdon, edhe në kohën e Enverit ka qenë jo kaq si tani. Në kohën e Enverit kishte një lloj hetimi, natyrisht ishte arrestimi flagrant, por bëhej një dosje paraprakisht, merre fut në burg. Tani SPAK thot ky, që vetëm mburrej kohë përpara thoshte kemi prodhuar një armë 360 gradë thoshte që qëllon. S'pyes unë thoshte. Le të qëlloj thot 10.000 dhe tjerë, na që nga kthyer në sportel ku lihen letrat e popullit. Çfarë ka ndodhur me drejtësinë në Shqipëri? Tani që SPAK ose që kryeministri nuk është më aty tek rrethi, se 360 gradë është rrethi. Dhe 360 gradë flet ky personi i cili është në qendër në pikën O të rrethit. Dhe ky është rehat se fisheku nuk e kapte. Është tek bitha e pushkës. Mirë po tani siç duket ka luajtur tyta edhe pa bën tek veshku. Pa bën të zëvendësoj ministra tek të tjerë. Tash është kthyer aty ku lihen letrat e popullit. Pra, nëse u tha kjo, me fjalë tjera është thënë reforma në drejtësi ka dështuar. Ka mbaruar reforma në drejtësi. Dhe natyrisht, me që Zoti Rama thot se kanë bërë amerikanët, e ka bërë Noc Roku për veten e vet, po themi Noc ke dështu. Tek SPAK-u që është formacion special, edhe urdhëro vlerësimi. Po gjykatat dhe prokurorit normale. Ecim o Kristiano, ecim se ecim o birë. Erion Braçe publikon video nga rrugët e shkatruar në kryeqytet. Në një javë s'kan ardhur as për t'i parë, jo më për t'i ndrequr. Se lajmi i mëparshëm ishte për Lalin, i cili pas 2 javësh afërsisht bën 1 vit në qeli. Bën 1 vit në qeli.
Dhe në qoftë se Rama ka prekupimin që pse ky po ri gjatë në paraburgim, unë kam të njëjtin shqetësim, po them pse ri gjatë pa dënuar. Çfarë po kurdiset? Çfarë po kurdiset? Do ta nxjerrim prapë dhe ai vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Dhe nga ana tjetër Tirana ka të ndisur në një hale të madhe. Rëmuj, zhyl, luc dhe del Erion Braçe, ai që ka ngjerur ndër të paktët socialistë që bën një lloj oponence, thotë urdhëroni rrugët e shkatruara në kryeqytet, në një javë s'ka ardhur as për t'i parë, jo për t'i ndrequr. Sepse Tiranën, edhe këto zgjedhjet e pjesme që u bën një truk dhe nuk hyri Tirana në zgjedhje. Për mua truku ishte marrëveshje pod Rama Berisha, që të mos bëshin zgjedhjen në Tiranë, natyrisht në presionin e Veliajt, i cili të mbante mandatin e kryetarit të bashkisë. Ndodhe ajo që ndodhi, shumë thjesht ishin bërë procedurat për ta hequr Veliajin. Shumë thjesht. Mjafton që ai të kishte qenë në një mbledhje të Këshillit Bashkiak, të kërkoi Veliaj. Nuk u bë kjo. U bën procedurat mbrapsh dhe Tirana vazhdon me kryetar bashkie, po që s'është detyrë. Dhe ja ku jemi. Dhe prandaj them që edhe këto protestat që po krijojnë gjëja tension, po krijojnë mundësinë e rënies së qeverisë, po në një formë tjetër. S'kemi ç'i bëjmë, kemi edhe presion ndërkombëtar dhe brenda. Na falni, nuk do t'ju mbajmë ju ministra për momentin, po flasim më vonë. Iqe pak se dua ta mbyll me këtë lajmin që më pëlqeu shumë, e gjeta në shqiptare.com. TikTok live nga qeveria e Burgut, shqiptari në Angli fiton 20.000 pound për 7 minuta. Këtu ja dhjefsha racën e vet Cristiano Gjanari, se kam një jetë që punoj edhe 20.000 pound unë nuk i kam bërë për një vit ndonjëherë. 7 minuta tjetër në Burg. Cristiano, t'ja mbasim në Angli, Cristiano, në Burg të Anglisë, fitoj 20.000 pound për 7 minuta, Cristiano. Dhe ne që bëjmë televizion, TikTok live, thot. Ne bëjmë televizion live, kemi një jetë, po si bëjmë për një vit këto, more, që një vit të mund as për 2 si bëjmë këto para, more. E kuptoni, o Cristiano, qiko, radhën tjetër, të kjo ekranin dhe eshti dhe do shajemi si këta. Pastaj tërë në sotës, marim leke, pastaj njëri nga ne me të vritet, s'kam që të vlaj. S'kam që të... Kjo ko ka ardhë birë. Armi shkurti Cristiano Gjanari, nga studiore, ape dhe një studion të shojmë Cristiano, nga studiore, ju urojmë një natë të mirë, gjumë të qetë, biru të akomshim në shpresën e Zotit javës tjetër.